Nuk ju zë gjumi nga stresi, ja si ta fikni trurin përpara se të flini. Brezat e sotëm shpesh përballen me probleme të gjumit të lidhura kryesisht me stresin, duke çuar netët pa gjumë të mbushura me ankth, lidhur kështu edhe me karrierën dhe të ardhmen. Stresi në punë është shumë i përhapur në ditët e sotme dhe gjithashtu ndikon edhe në performancën e gjumit. Gjumi i pamjaftueshëm dëmton mirëqenien mendore dhe zgjedhja e problemit mund të jetë edhe trajtimi më i mirë. Për të luftuar shqetësimet e gjumit të shkaktuara nga stresi i punës, merrni parasysh zbatimin e këtyre strategjive. Vendosni kufjet e punës, merrni kohën e dur midis punës dhe kohës së gjumit. Çdo gjë duhet të ketë kohën e vet. Zhvilloni ritualet e tranzicionit. Ritualet e tranzicionit ndihmojnë në zhvendosjen e mendimeve tuaja larg nga zyra dhe fikjen e mendimeve të cilat vijnë nga puna. Kufizoni ekspozimin ndaj stimujve stresues, sidomos atyre që merrni gjatë punës. Krijoni gjithashtu mjedise të favorshme në dhomën e gjumit.